Partia Socialiste është e gatshme të vijojë vetëm hartën e re territoriale, pas mosdakordësive me opozitën. Për Vizion Plus, bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku u shpreh se majoranca e ka të qartë hapat që do të ndjek, dhe se në përfundim të këtij sesioni parlamentar, produkti final do të jetë gati. Ndaj dhe propozimi jonë ndjeshë i qartë, ne do të ecim përpara me 4 hapa. Hapi i parë është të miratojmë tani një hartë të re territoriale, e cila është e ngutshme për pjesën e kompetencave dhe funksioneve. Elementi i tretë është të vijojmë punën për financat vendore, për mënyrën se si bashkitë financohen, qoftë nga tarët e veta, qoftë nga granti që qeveria jep, dhe elementi i katërt është të punojmë sërish deri në vitin 2027 për rajonalizimin. Kërkesat e opozitës për shtyrje të afatit të komisionit deri në tetor, sipas Maznikut është manovër që synon dështimin e reformës territoriale, ndërsa dha dhe arsyen përse produkti final në korrik është i domosdoshëm. Agenda e Partisë Demokratike është që të mos ketë një reformë. Nëse ne nuk e bëjmë këtë tani, ne do të thotë që rrezikojmë që të mos bëjmë një reformë territoriale në këtë moment, dhe kjo më pas ngel për 2031-shin, më pas ka 4 vjet kohë për ajustim, do thotë fillon në mënyrë efektive në 2035. Nuk humbasim 1 muaj, nuk humbasim 2 muaj, humbasim fakt 8 vjet, që janë shumë të rëndësishme në situatën ku jemi. Bashkëkryetari socialist bëri me dije se javën e ardhshme, të majtë do të kenë gati gjetjet e komisionit, së bashku me hartën e re. Në datën 23, që është seanca e radhës plenare, ne do t'i prezantojmë kuvendit në seancë plenare gjetjet e raportit dhe eventualisht dhe propozimin për një zgjedhje të mundshme. Ndonse Mazniku nuk dha një shifër për numrin e bashkive që pritet të dalë nga komisioni i posaçëm i reformës territoriale, burime nga Partia Socialiste shprehen se bëhet fjalë për reduktim nga 64 bashki në 40 deri në 50 bashki.